Të nderuar të pranishëm, të nderuar vendës dhe mysafirë, zonja dhe zotrinj, ju përshëndes përzemërsisht në emër të Lidhjes Demokratike, nismëtares, përvijueses e arkitektes së demokracisë në trojet shqiptare sot në Malin e Zi. Pra, edhe të këtij manifestimi, të parin e këtij lloji, jo vetëm të na, por edhe ma gjërë. Si vjet është 21 vjetori, që për çdo vjet e organizojmë këtë manifestim kulturor sportiv. Por duhet të themi edhe publikisht se ky manifestim ka një domethënie më të gjerë, më të thellë, e ai është organizim për të ruajtur pra kulturën tonë, historinë tonë, gjuhën tonë, bukur shqipe, nga e cila trevë është edhe vepra e parë në gjuhën shqipe me shari i Jon Buzukut. Ky manifestim pra është edhe një vazhdimsi e ruajtjes se themeleve tona shqiptare, traditeve tona, të pasura e të lashta sa dhe vetë populli shqiptar. Ky manifestim në krajen tonë të lashtë, pa dyshim, do të mbetet si një monument në historinë e këtyre trevave dhe si i tillë në historinë e popullit shqiptar, që do t'i referohen shqiptarët sa herë që do t'jetë nevojshme për të analizuar çështjet e madhore që kanë vendosur fatin tonë, si atë që e kanë të bëjnë me pavarësinë, me njësimin politik, kombëtar, gjuhësor, traditave të lashta shqiptare. Manifestimi pranë fillimveres u vendos si një kristalizim i përpjekjeve të rinisë, nxënësve, sidomos të studentëve të kësaj treve, për të vazhduar traditën e lashtë, shumë shekullore të daljes në majën e malit të Rumisë. Në Rumin tonë legjendare, si simbol i ruajtjes së qenjes tonë kombëtare shqiptare. Megjithse kraja është si edhe pjesët e tjera, kaluan në për shumë sprova të vështira, dëshira, vullneti, përkushtimi për të ruajtur të veten, asnjëherë nuk u pushua dhe nuk ka pushua, pa marrë parasysh pengesat, mandje edhe përndjekjet ndaj aktivistëve e intelektualëve atëdashëm. Lufta e dytë botërore nuk realizoi dëshirat dhe përcaktimet për liri. Viti 1948 për shqiptarët e sidomos për kranjanët e krajen, po dhe krahinët e tjera për rreth anë malit, në malësia dhe të tjerë, kur puten marrëdhëniet me Shqipërinë, kur e ndalen rrugën e Shkodrës, kështu e quajmë ne, pra kranjanët, na të puten të marrin në zemrës. Kranjanët geografikisht, natyrshmërisht, e kombëtarisht të lidhur me shekuj e të orientuar në Shkodër, tash duhet të lidheshin me anën tjetër e cila edhe geografikisht ishte larg, edhe as çfarë tregu, pra treg i vogël, pa lidhje transporti dhe gjithë kjo në një gjuhë tjetër. Ishte kthesë mbrapa në çdo aspekt dhe pengesë për jetesë. Por përpjekjet nuk ndalen se ëndrat nuk shuhen kurrë. Provuan të na mbyllin shkollat shqipe në emër të integrimit kulturor, por nuk arritën të na ngulfasin dëshirën për dije, për gjuhën e kulturën tonë. Edhe këtu në kraj tentuan që t'ja heqin edhe emrin shkollës fillore frate legjendar tonë Gjergj Kasruni në Skënderbeu. Filloi shkollimi në shkollat e mesme e normale, u kthyen mësuesit e parë, arsimtarët dhe profesorët e parë. Studentët e Universitetit e Prishtinës formuan klubin Shqiponjat në 1971. Kështu pra, në atë verë, Shqiponjat organizuan daljen e parë në Rumi në mënyrë të organizuar në komunizëm. Pushteti nuk e shikonte me sytë e mirë. UDB-ja me bashkëpunëtorët e vetë për tillë të çdo student, pasi ajo shihte kundërshtarin potencial të veprimeve të saja, që ishin anti-shkollë shqipe, anti-gjuhë shqipe dhe anti-shqiptare.
Dënimi dhe burgosja mësuesve të cilët në ditaret simor në shkollë, pra në shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i shkruan dhe i regjistruan mbi emrat pa përmbështesat slave iq e viq. As kjo për ndjekje nuk ndali entuziazmin ton, rruga vazhdonte dhe po vazhdon. Dënimi dhe përjashtimin nga puna i profesorëve të gjimnazin e Uqinit dhe në shkollën fillore Bedri Lezaga në Katërkollë, po dhe dënimit në shkollën fillore në Kraj. Burgosja atyre, jehona e Krajës dhe përpjekjet për ruajtjen e identitetit kombëtar. Citoj, feja e shqiptarit është shqiptaria, ishte porosia atyre me vardjen e Vasopa Shkodranit. Formimi i Lidhjes Demokratike në Malëzi, pra viti 19, Partisë së parë të shqiptarëve, vendosja e gurit pllakës përkujtimore në Ostros me emrin e vjetër të vendit, Vorri i Kurtit. Vendosja Augustit të Skënderbeut, pra të skulptorit Shkodran me prejardhjen nga Kraja, zotëri Skënder Krajës, para shkollës Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Dhe pastaj themelimi i manifestimit, pra ditët e verës e të sportit të në Krajë e tjera, që është pra një prej organizime dhe organizimi i parë, jo vetëm në këto anë. Shkollimi i studentëve në Universitetin e Shkodrës dhe Tiranës janë këto, zonja dhe zotëri, kthesa dhe merita të Lidhjes Demokratike në Malëzi. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, kërkoj falje, por nuk munda pa bërë një historik të shkurtër me rastin e këtij manifestimi tashmë tradicional dhe jo vetëm manifestim të Krajit. Zonja dhe zotërinj, me lejoni që në këtë rast të përmendi edhe disa të këqija të tjera që po i kanosen Krajës, po i kanosen shqiptarëve përmes kishës pravoslave dhe sërbe. 1. Okupimi i Garicave, pra ishujve në ligjën e Shkodrës, që nisi në fillimin e viteve 90-ta, pra në kohën e luftës që bëni, pra që filloi nga Beogradi, luftës hegemoniste kundër ftinjeve të vetë dhe shqiptarët dhe Kosovës. Si edhe shqetësimet, kërcënimet që po na sjellin me ardhmën në fillim të organizuar për të sjellë edhe nga policia dhe paramilitarët në themeret e kishës së Krajës që po i bëjnë pra për çdo vit. Okupimi i Majës së Rumis, e cila u bë me 18 qershor me 2005, kjo pra nga ana nga organizata fetare militare përmes me ndihmën pra të helikopterëve të ushtrisë serbo-malazezëve, por zonja dhe zotëri, edhe të policisë malazeze e cila i përcolli pra gjatë rrugtimit deri në vendit prej ka duhet të fluturonte kjo të neqe. Prandaj, nga këtu, nga ky manifestim edhe një herë, ju drejtohemi publikisht organeve të shtetit të Malëzi që të çlirojnë ishujt dhe majën e Malit Rumi nga okupuesit, pasi ato janë pasuri jona, vlera e jonë, por janë njëkohësisht e të gjithëve si monumente të kulturës, të historisë dhe natyrë për natyrore, të bukurive natyrore, të pasurive natyrore dhe atyre turistike. Zonja dhe zotëri, në fund, por jo në fund për nga vlera, ju drejtohem të gjithë bashkëpunëtarëve tonë që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata në bazë të regjistrimit të profesorit pra Muharrem Hardolli janë më se 4.000. Ju drejtohem nga kjo faltore, nga ky manifestim që të kthejnë kokën, të kthejnë kryet, të kthejnë pra ashtu si e kanë pra zemrën nga vendlindja nga Kraja. Krajës duhet të ndihmohet. Duhet të ndihmohet që mos lihet të shuhet që dikush tjetër të vijë në vendin tonë. Prandaj duhet të organizohem dhe të organizohemi gjithë bashkut që këtu të jemi gjithherë ashtu sikur se dhe kemi qenë. Këta vende, ky vend nuk duron okupatorët. Faleminderit dhe njëkohësisht në fund përshëndes organizatorët,
përshëndes donatorët dhe përshëndes besoj kam të drejt këngëtarin ton Muzafer Koliqin, i cili pra gjithherë ishte në këto manifestimet tona, edhe jo vetëm si këngëtar, po dhe si një prej organizatorëve. Edhe gjithë ata të cilët pra sonte janë këtu prezent. Faleminderit, kërkoj falje për këtë të zgjatje, por besoj se është koha që përpos muzikës dhe lojës duhet i thomë edhe këta që të ndëgjojnë ata të cilët po mundohen të vendosin emrin tonë, pa ne, e atë nuk duhet të lejojmë. Faleminderit, natën e mirë. Falenderojmë kryetarin e Lidhjes Demokratike Zotëri Mehmet Bardhi për fjalën e thënë, dhe sot tani ne, zonja dhe zotërinj, fillojmë me programin tonë artistik. Ftojmë vallëtarët e shkallëta të seksionit folklorik të shkollës Gjergj Kastrioti Skënderbeu të Ostrosit të vallëzojnë valët e tyre të cilat i kanë përgatitur në përkujdesin e profesoreshës zonjës Aisha Gjeçbritaj. Të ndjekim vallëtarët tona të mrekullueshme me dy vallët e tyre të bukura. Došao malo da vidimo ovo. Popijemo po jednom.